Ta vorë është ose bashkë që kafsh për koftë të gjenetit, sepse shihen mirësitë e gjenetit, një pjesë jo krejt, ose është gropi kropët të xhehenamit, sepse shihen një pjesë të dënimit, jo krejt që ka në xhehenem, por një pjesë të dënimit. Të vdekurit në varr, natën e varrit, ai përcaktohet vendin e xhenetit apo xhehenem. Në fakt, vendi për xhenet për xhehenem përcaktohet më herët, po edhe është një pjesë përcaktim ta më aty veç definohet ka përshkon tash veç krye. I vdekuri vendin e vet ku e ka fillon me kuptu pjesërisht të fillon me kuptu ka hësht me momentin e fillimit të agonisë së vdekjes, kur të sheh me laçet. Sepse, kur të afrohen me laçet, me marrë shpirtin, nëse vinë me laçet e gjenetit vinë me laçet e rahmetit vinë me ftyra të ndryquara, me ftyra që nuk tu të shpytyne, që knati është ki qef me nejt me tu. Ndërsa, me laçet e xhehenemit vinë me ftyra të zeza, të rishtueshme, të frikshme. Me laçet e gazepit e xhehenemit përdorin dhunë në nxjerrjen e shpirtit. Dhunë. Ndërsa me laçet e rahmetit, gjenetit përdorin butësi, për të qenë të rahmetit mëshirë, të mëshirshme. Kështu që shpirti, pastaj, të dalë shpirti, e marrë me laçet e rahmetit, e futni një qefin, që ka marrë për gjenetit, dhe që përpijet, qiell mas qiellit, pjesë pas pjesë nal deri tek qielli nal, e pastaj hapet dera e qiellit, hapet e pastaj Allah thot, kthe në robën tëm tokë, sepse pe saj kam kriju, në kam me kthye dhe pe saj kam me ringjall. Kur futet robën në varr, futet edhe shpirti, edhe vinë me laçet Munkar dhe Nakir dhe me pyet, dhe marrin pyetje, 3 pyetje, nëse besimtarë përgjigjet, edhe i hapet dera e gjenetit, një farlloj dritare dere, edhe i vjen një farlloj arome, frymëzimi, kënaqësie, pamje, bukur për gjenetit, dhe thot Rabbi qimisa, zot bënë kiametin, dhe thuhet, posha, qetso, atje venët, dere sa gjen koha me shku atje. Pra, për din ta shku, ka me shku. Ky tjetër takseratia, kë nuk mund përgjigjet, sepse thot kam dëgju diçka për nuk di çka thënën, dhe rahat në varr, dhe i hapet dera e xhehenemit dhe vjen një temperaturë, një dënim, një pamje të trishtueshme dhe një tmerr i madh për xhehenemit, dhe trishtohet edhe to zot mos e bë kiametin, i thuhet çat që ki vën ku ki me shkuti. Pra e kuptoj. Në varr e kuptoj. Për ata vorë është ose bashkë që kafsh për koftë të gjenetit, sepse shihen mirësitë e gjenetit, një pjesë, jo krejt, një pjesë, ose është gropi kropët të xhehenemit, sepse shihen një pjesë të dënimit, jo krejt që ka në xhehenem, por një pjesë të dënimit. Të vuajtjeve Allahu na ruajt.